Qytetarët do ta mbështesin protestën për rritjen e pagës minimale të punëtorëve. Thonë se është e nevojshme një rritje urgjente e pagës në minimum 600 euro, sepse sipas tyre, çmimet prej kohësh e kanë ngrënë pagën aktuale dhe mezi e lidhin muajin. Po questo nalaga sindikatot. 500-600? Pa 600 се, и тие се малку према стандард од нас. Па нормално дека треба да Доволно е кажам. 500. Доволно е 500 да имаме 5000. Мизерија се стварно, многу сте назад во се. Во се и со плати, со се. Според тебе треба да биде минималната плата? 500, 600, 700 евра колку? 600 е нормално. Така, се каже целите многу. Платите треба да се каже најмалку до 500-600 евра. Nga qeveria mbeten në qëndrimin se është e nevojshme të arrihet marrëveshje mes punëtorëve dhe punëdhënësve. Ju theksojmë se paralajmërimet për proteste janë e drejtë demokratike, por si qeveri mendojmë se nuk duhet të lejohet askush të keqpërdoret si mjet politik, por proceset të zhvillohen me përgjegjësi, institucionalisht dhe në interes të gjithë qytetarëve. Të mërkurën e ardhshme me fillim në orën 17, punëtorët dalin në protesta dhe paralajmërojnë bllokimin e qytetit me kërkesën që paga minimale të jetë 600 euro. Sipas lidhjes së sindikatave, 1/3 e punëtorëve edhe përkundër punës që bëjnë, jetojnë në prag të varfërisë. Maqedonia e Veriut e ka pagën minimale më të ulët në rajon. Në Shqipëri paga minimale nga ky vit është 500 euro, në Kosovë 430 euro, nga qershori aty do të jetë 500 euro, në Serbi 550 euro, ndërsa në Bosnjë Hercegovinë paga minimale do të jetë sa mesatarja në shtet.